që nga ajo mëngjesi, nuk kisha ndjer kur një dhimbje të tillë në stomak. Nuk ishte diçka e zakonshme, nuk ngjante si dhimbja e thjeshtë e urisë ose një dhimbje muskulore pas një dite të gjatë. Ishte një ndjesje brendshme, e rëndë, që më bëri të ndjeja çdo frymëmarrje si një val që më shtypte më thellë. U zgjova ngadalë, duke u mbajtur pas shtyllës së shtratit, duke shikuar dritën që depërtonte përmes perdeve të dhomës. Ishte një mëngjes i zakonshëm në Tiranë, qytet që më dukej shpesh i zhurmshëm dhe i pafund, por që atë ditë dukej i heshtur si të më duronte. Pasi u ngrita, u ula për të pirë një gotë ujë dhe dhimbja u shtua pak, por nuk e mora seriozisht. Mendova se mund të ishte diçka që kisha ngrënë gabim, ose ndoshta një grip i lehtë. Por ndërsa dita ecte, dhimbja nuk largohej. Në fakt, ajo rritej ngadalë, duke u përhapur nga pjesa e poshtme e barkut deri tek pjesa e mesme, duke më bërë të ndjeja një presion të çuditshëm që nuk e kisha përjetuar kurrë më parë. Mendova të telefonoja një mikesh për të folur, por nuk kisha energji të flisja me dikë. Vetëm një ndjesi boshllëku dhe pak frikë më pushtoi. Për një moment, mendova se ndoshta po dramatizoja, por zëri i brendshëm më thoshte se nuk ishte diçka normale. Ndjeva nevojën të shkoja te mjeku, por një pjesë e vogël brenda meje druhej nga çdo përgjigje që mund të merrja. Rrugës për te klinika e njohur në qytet, ndjeja çdo hap si një përpjekje e madhe. Makina e qytetit duket se rrëshiste ngadalë, por jo nga trafiku, po nga ndjesia e brendshme e tensionit që më mbante tërësisht të përqendruar te vetja. Kur arrita, mora frymë thellë, duke ndjer aromën e njohur të antiseptikut dhe dritën e bardhë të sallës pritjeje. Ishin njerëz të tjerë, disa duke pritur me shpresë, të tjerë me nerva të tensionuara, por unë nuk mund të ndaloja së ndjem presionin në stomak që më shkatërronte çdo përpjekje për qetësi. Mjeku që më mori në kontroll ishte një burr i qetë dhe i matur, me sy që dukeshin sikur lexonin çdo grims shqetësimi që kisha brenda vetes. Filloi të më pyeste për simptomat, dhe unë, përpjekur të përshkruaja dhimbjen, ndjeva se zëri im dridhej. Kam dhimbje këtu, dhe ndonjëherë këtu, thash duke treguar pjesën e poshtme të barkut. Ai shikoi monitorin, shkroi diçka në dosjen time dhe më pyeti rreth historisë mjekësore dhe gjendjes fizike në përgjithësi. Deri në atë moment, nuk e kisha marrë kurrë mundësinë se mund të isha shtatzën. Kjo nuk kishte ndodhur asnjëherë më parë, unë gjithmonë kisha menduar se do ta dija menjëherë. Por ndërsa mjeku vazhdonte me pyetjet dhe testet, diçka në brendësi më tha se nuk ishte diçka e zakonshme. Testi i urinës u bë me shpejtësi dhe ai shndroi për disa sekonda duke shikuar rezultatet. Sytë e tij nuk u zhvendosën nga testimi, një qetësi e pazakontë mbulonte fytyrën e tij. Do të ketë nevojë për një ultratingull, tha ai më në fund. Trembja e brendshme që kisha ndjer u rrit. E mora një copë letër dhe u ula, duke përgatitur mendjen për gjithçka që mund të zbulohej. Kur mjeku më pyeti të shtrihesha, gjendja ime u tensionua edhe më shumë. Nuk ishte frikë nga dhimbja, ishte frika nga e panjohura, nga çdo gjë që mund të ndryshonte jetën time përgjithmonë. Kur imazhet e ultrazërit u shfaqën në ekran, heshtja u bë absolute. Nuk ishte nevojë për fjalë, trupi im reagoi para mendjes sime. Një foshnjë ishte aty, duke rrahur zemrën e saj për herë të parë para meje. Dhe zëri i mjekut qetësues, por edhe pak i tronditur thirri vetëm, je shtatzën rreth 7 muaj. Dhe bota ime ndryshoi për pak sekonda. Nuk ishte vetëm shoku i informacionit, por edhe çuditshmëria që nuk e kisha kuptuar më parë. Si mund të mos e kisha ditur? Çfarë kishte ndodhur gjatë këtyre muajve? Mendimet më rrëmbyen, puna, shokët, jeta ime e përditshme, çdo gjë dukej e ndryshme tani. Një pjesë e brendshme e gëzimit dhe një tjetër pjesë e frikës luftonte brenda meje. Mjeku më shikoi dhe më tha, do të duhen disa analiza të tjera dhe një konsult me ginekologun. Nuk ka asgjë që të kërcënon seriozisht tani, por duhet të jemi të kujdesshëm. Ndjeva se po më dridhej i gjithë trupi, por përpjekja për të mbajtur qetësinë ishte e pamundur. Kur dola nga klinika, drita e diellit më shpërtheu në sy. Të gjitha tingujt e qytetit, makina, zërat, dukeshin sikur kishin ndryshuar tonin e tyre, gjithçka që më rrethonte dukej më e gjallë, më e fortë, më reale. U ula në një park të vogël, duke përpiqur të përpunoja lajmin. Nuk mund të merrja frymë qetësisht, çdo mendim që më vinte ishte një lloj valle emocionale. Një pjesë e vogël brenda meje po çante nga gëzimi, një tjetër pjesë nga frika e përgjegjësisë që vinte. Si do të ndryshonte jeta ime? Si do t'ja shpjegoja familjes, shokëve, njerëzve që më rrethonin? Ora kalonte, dhe unë ndjeja rrajet e foshnjës nëpërmjet trupit tim, të paktën në atë që mund të ndjeja si lëvizje të lehta të brendshme. Ishte një ndjesi e panjohur dhe e papërshkrueshme, por njëkohësisht një lidhje e menjëhershme që nuk mund të shpjegohej me fjalë. Mendime vazhdonin të rrëmbenin mendjen time, a do të mund ta bëja këtë? A do të kisha forcën për të qenë në gjendje të kujdesesha për një jetë tjetër? Ditët që pasuan ishin një valë emocionesh dhe përgatitjesh.
U përpoqa të rregulloja gjithçka përpara se të njoftoja familjen dhe miqt. Nuk mund të besoja se gjithçka kishte ndodhur pa paralajmërim. Nuk kishte asnjë shenjë që të më bënte të kuptoja për 7 muaj të tërë. Gjithçka kishte kaluar pa e kuptuar. Çdo ditë më dukej si një provë e re, një mësim i pafund emocional që më mësoi se jeta është më e paparashikueshme se çdo gjë që mund të imagjinojmë. Pas atij momenti në park, më së pari ndjeva nevojën të njoftoja dikë që mund të më qetësonte. Mora telefonin dhe mendova për gjyshen time, një grua që kishte kaluar shumë në jetë dhe që gjithmonë kishte një fjalë të drejtë në çdo situatë. Trembja më mbuloi kur po e thërrisja, zëri i saj në telefon ishte i ngrohtë dhe i zakonshëm, por unë nuk mund ta fshehja dridhjen e brendshme. Gjyshet kam diçka për të treguar, fillova, dhe një heshtje vogël u ndje për disa sekonda. Pastaj ajo pyeti me qetësi, çfarë ndodhi i zemra ime? Nuk mund të gjeja fjalët. Jam 7 zën. Rreth 7 muajsh, je thash me zë të ulët, po thuaj se sikur po thosha një fjalë të ndaluar. Për pak sekonda nuk dëgjova asgjë. Pastaj ajo qeshi lehtë, një tingull që më qetësoi disi, por i cili gjithashtu më shtyu të ndjeja realitetin e situatës. Zemër, kjo është një çuditëre e madhe, por do ta kalojmë bashk. Nuk ka frikë të ketë. Ti do të jesh mirë, dhe ajo fëmijë do të sjellë shumë gëzim. Fjalët e saj më mbushën me një ndjesë ngrohtësie që nuk e kisha ndier më parë. Nuk ishte vetëm mbështetje, por edhe një lidhje e fortë që më dha forcë të përballem me çdo gjë që vinte pas. Ditët që pasuan ishin një përzierje emocionale e pafundme, gëzim, frikë, entuziazëm dhe pasiguri. I thash lajmin edhe motrës sime të vogël, Alerina, e cila fillimisht u tmerrua. 7 muajsh? Pse nuk e more vesh më parë? Pyeti ajo me një zë që përzihej mes habis dhe shqetësimit. U përpoqa ta qetësoja dhe i shpjegova se gjithçka kishte kaluar pa shenje, dhe ndonjëherë trupi ynë ka mënyrat e veta për të treguar gjërat më të mëdha në momentin më të papritur. Pas disa minutash heshtjeje, ajo qeshi lehtë dhe më përqafoi. Do ta bëjmë bashk, më tha. Ishte një ndjesje e çuditshme, frikë dhe gëzim njëkohësisht. Më pas fillova të njoftoja miqt më të afërt. Një pjesë të tyre u tronditën, disa u gëzuan me shpirt, disa ishin të ngazëlluar, por të gjithë ndjen një lloj çuditshmërie që nuk mund të përshkruaj. Nuk ishte vetëm fëmia që ishte lajm i madh, ishte mënyra se si gjithë jeta ime po ndryshonte papritmas. Një nga miqtë mi më tha, kjo do të ndryshojë gjithçka, por ti do të jesh një nënë e shkëlqyer. Një tjetër më tha se nuk mund ta imagjinonte, por se ishte e lumtur për mua. Çdo reagim ishte një goditje emocionale, një kujtesë se realiteti mund të ndryshojë brenda disa sekondash dhe ne vetëm mund të përpiqemi ta pranojmë. Një nga gjërat më të vështira ishte të përballesha me punën. Për ditët e para nuk mund të thosha asgjë, dhimbjet dhe shqetësimet e mia shpesh më detyronin të qëndroja në shtëpi. Por në fund vendosa të shkoja. Kur mbërrita, kolegët më pan pak të ndryshuar. Disa më pyeten për shëndetin, disa për dhimbjet që shfaqeshin. Nuk mund të tregoja gjithçka me njëherë, kështu që thjesht thash, disa shqetësime shëndetësore, por gjithçka do të rregullohet. Por brenda meje, çdo hap ishte një kujtesë se jeta ime po ndryshonte. Një nga momentet më të forta ishte kur mora për herë të parë një konsult të detajuar me ginekologun. Ai më shpjegoi gjithçka, rrezikun, nevojën për kujdes, mënyrën se si fëmia zhvillohej, ushqimin, aktivitetin fizik dhe të gjitha analizat që duhej të bëja. Ndërsa shikoja imazhet e ultrazërit dhe dëgjoja rrahjet e zemrës së vogël, ndjeva një përzierje frike dhe dashurie që nuk mund ta përshkruaja. Ishte sikur çdo gjë e kaluar në jetën time kishte çuar në këtë moment të vetëm, dhe që tani duhet të isha përgjegjëse për një jetë tjetër. Ditët kalonin me vizita të shpeshta, teste, analiza dhe me përgatitje të heshtura për ardhjen e foshnjës. Gjithçka duke e ndryshme, ushqimi, rutina e përditshme, bisedat me njerëzit, mënyra se si shikoja veten në pasqyrë. Ndonjëherë ndjeja dhimbje dhe shqetësim, por shikimi i foshnjës brenda meje më jepte forcë të vazhdoja. Mendimet për të ardhmen, për punën, për jetën time sociale, për shokët dhe familjen, të gjitha ishin të përzira me emocionet e forta që më bënin të ndjeja çdo ditë si një sfidë të re dhe një mrekulli të vogël. Në mëngjeset e hershme, kur qyteti ishte ende i qetë, shpesh shkoja të ulur pranë dritares, duke përqafuar barkun tim të vogël, duke dëgjuar zhurmën e largët të makinave dhe njerëzve që fillonin ditën. Ishte një ndjesje e re, një lidhje me njëhershme dhe e pandashme me atë jetë të vogël që tashmë kishte vendin e vet në botën time. Mendoja për momentin kur do ta shihja për herë të parë, për mënyrën se si do ta përqafoja dhe për përgjegjësinë që vinte bashkë me dashurinë e pafund. Por historia nuk ishte vetëm emocionale, kishte edhe frikëra të vogla që më shfaqeshin papritmas. Çdo dhimbje, çdo shqetësim, çdo ndryshim i vogël më bënte të dridhesha dhe të mendoja se mos diçka mund të shkojë keq.
Ndonjëherë frika ishte aq e madhe sa më bënte të qëndroja zgjuar natën, duke menduar çdo detaj të mundshëm, çdo gjë që mund të ndodhte. Por çdo mëngjes, kur shikoja dritën dhe ndjeja rrajet e vogla, ndjenja e dashurisë dhe përgjegjësisë zëvendësonte frikën. Në këtë mënyrë, jeta ime filloi të marrë një ritëm të ri, një ritëm që përqendrohej te kjo jetë që tashmë po rritej brenda meje. Çdo bisedë me miqt, çdo shikim i familjes, çdo përpjekje për të vazhduar punën, çdo vizitë tek mjeku, ishte pjesë e një procesi të bukur dhe të frikshëm njëkohësisht. Një histori që ndryshoi gjithçka papritur, dhe që më mësoi se jeta ka mënyrat e veta të papritura për të na treguar mrekullit të saj. Ditët kalonin me një ritëm të ri dhe të papritur, një ritëm që nuk e kisha imagjinuar kurrë. Çdo mëngjes fillonte me kujdes për veten dhe për atë jetë të vogël që tashmë po më ndryshonte çdo gjë. Zgjohesha me ndjesinë e një përgjegjësie të madhe, dhe shpesh ndjeja se çdo frymëmarrje e vogël e foshnjës brenda meje më jepte forcë të vazhdoja. Ishte një ndjesje e çuditshme dhe e pazakontë, një kombinim i frikës, entuziazmit dhe lumturisë absolute. Në një nga ato mëngjeset e hershme, mora rrugën për te klinika ku do të kisha një konsult të detajuar me ginekologun. Kur mbërrita, zhurma e qytetit dukej si një sfond i largët, pothuajse i paqartë, ndërsa unë fokusohesha vetëm tek frymëmarrja dhe ritmi i zemrës së foshnjës. Mjeku më shikoi me një qetësi të zakonshme, por sytë e tij treguan se ai e dinte rëndësinë e çdo detaji. "Si po ndjesh sot?" më pyeti. Përpjekja për të përshkruar çdo shqetësim ishte e vështirë, por unë përpiqesha të isha sa më e qartë. Ai më shpjegoi çdo test, çdo analizë dhe çdo ndryshim që duhej të monitorohej, duke më qetësuar, por edhe duke më bërë të kuptoja përgjegjësinë e madhe që kisha. Pas takimit, u ula në një kafe të vogël pranë klinikës për të përpunuar gjithçka që më kishte thënë. Shikoja njerëzit që kalonin rrugës, dhe ndjeja se çdo gjë e jashtme ishte e ndryshme. Një botë e zakonshme, por për mua jashtëzakonshme. Një pjesë e brendshme e mendjes sime po përpiqej të kuptonte se si do të ndryshonte jeta ime, puna, miqt, rutina e përditshme, marrëdhëniet e mia. Por një gjë ishte e qartë, asgjë nuk do të ishte më si më parë. Kur u ktheva në shtëpi, e gjeta gjyshen time, duke pritur me një gotë çaji dhe një buzëqeshje të ngrohtë. "Si shkoi?" pyeti ajo. Për një moment heshta, duke ndjerë emocione të përzira. Pastaj I tregova çdo detaj, çdo shqetësim dhe çdo ndjesi që kisha pasur gjatë vizitës. Ajo më përqafoi dhe ndjeva një lehtësim të madh. Ishte një mbështetje e thjeshtë, por e fuqishme, një kujtesë se nuk isha vetëm në këtë rrugëtim të ri. Ditët kaluan me përgatitje të heshtura. Fillova të organizoj çdo gjë për ardhjen e foshnjës, rregullimin e dhomës, blerjen e sendeve të nevojshme dhe gjithashtu duke u përpjekur të ruaja shëndetin tim. Secili hap ishte një kujtesë se çdo veprim kishte rëndësi. Çdo test dhe vizitë mjekësore më bënte të ndjeja një miks frike dhe gëzimi. Nuk ishte vetëm për mua, ishte për këtë jetë që tashmë po bëhej pjesë e pandashme e botës sime. Një nga momentet më të forta ishte kur mora për herë të parë një ultratingull të avancuar. Kur mjeku shfaqi imazhet në ekran dhe dëgjova rrahjet e vogla të zemrës, ndjeva një lidhje të menjëhershme dhe të pandashme. Ishte sikur çdo shqetësim dhe çdo frikë u largua për disa sekonda, duke u zëvendësuar nga një dashuri e papërshkrueshme. Ai më tregoi detajet e zhvillimit të foshnjës dhe më shpjegoi çdo aspekt të kujdesit që duhej të kisha në javët e ardhshme. Çdo informacion ishte një hap drejt përgatitjes për atë moment që do të vinte shumë shpejt. Gjatë atyre javëve, fillova të ndryshoja mënyrën se si shikoja botën. Gjërat që më shqetësonin më parë dukeshin më të vogla, çdo ditë ishte një mundësi për të mësuar, për të pranuar dhe për të përgatitur veten për një jetë që nuk do të ishte më vetëm e imja. Miq vazhdonin të më mbështesnin, duke bërë vizita të shpeshta, duke folur dhe qeshur me mua, dhe duke më ndihmuar të kuptoja se nuk isha vetëm në këtë rrugëtim. Por frikërat nuk mungonin. Ndonjëherë ndjeja dhimbje të lehta, ndonjëherë shqetësime të vogla që më bënin të dridhesha. Çdo ndryshim I vogël në trup më kujtonte se përgjegjësia për këtë jetë ishte e madhe. Një natë, ndërsa shikoja qytetin nga dritarja e dhomës sime, ndjeja një frikë të thellë për të ardhmen. Si do të ndryshonte jeta ime? Si do të mund të përballoja çdo sfidë që vinte me ardhjen e foshnjës? Por sapo ndjeja rrahjet e vogla brenda meje, çdo frikë largohej për pak, duke u zëvendësuar nga dashuria e pafund dhe përgjegjësia që ndjeja. Më pas erdhi momenti I përgatitjes së fundit për lindjen. Shtëpia ishte rregulluar, çdo gjë e nevojshme për foshnjën ishte blerë dhe organizuar. Ndjeva një lloj qetësie që nuk e kisha ndjerë më parë, por edhe një pritje të frikshme për atë që po vinte. Gjithçka dukej gati, por zemra ime vazhdonte të rrihte me një intensitet të pazakontë. Një pjesë e madhe e frikës ishte larguar, por ndjenja e papritur e përgjegjësisë dhe e mrekullisë së jetës së re e mbushte çdo mendim.
Ditën kur gjithçka do të fillonte, ndjeva një qetësi të çuditshme dhe një emocion që nuk mund të përshkruaj. Çdo frymëmarrje ishte e rëndësishme, çdo moment ishte një përgatitje për atë çast të madh që do të vinte shumë shpejt. Ishte një kombinim i frikës, gëzimit dhe dashurisë absolute që nuk mund të krahasohej me asgjë tjetër. Ditët që paraprinlindjen kaluan në një përzierje emocionesh që nuk mund të përshkruheshin lehtë me fjalë. Çdo mëngjes, çdo frymëmarrje dhe çdo lëvizje e vogël e foshnjës më bënte të ndjeja dashuri, frikë dhe përgjegjësi njëkohësisht. Ishte si të ecje në një botë të re, ku çdo hap ishte një hap drejt një realiteti që nuk kisha provuar më parë. Natën e fundit, para se të shkoja në spital, nuk mund të falesha dot. U ula pranë dritares dhe shikoja qytetin e ndriçuar nga dritat e rrugëve. Zëri i largët i makinave dhe zhurma e qytetit më dukej më i qetë se zakonisht. Shumë herë gjatë javëve të fundit kisha menduar për këtë moment, por asgjë nuk më kishte përgatitur për intensitetin e emocioneve që po ndjeja tani. Një kombinim i frikës, gëzimit dhe një mirënjohje të papërshkrueshme më mbulonte tërësisht. Kur arrita në spital, dhoma ku do të qëndroja ishte e qetë dhe ngrohtë. Infermierët më pritën me buzëqeshje dhe një ndjesi qetësie filloi të më pushtonte. Ginekologu erdhi menjëherë dhe më shpjegoi çdo gjë që do të ndodhte, procedurat, kontrollin, mënyrën se si do të monitoroheshin rrahjet e foshnjës dhe çdo gjë tjetër që duhej të prisja. Ndërsa dëgjoja, zemra ime rrite me një intensitet të çuditshëm, jo vetëm nga frika, por edhe nga emocionet e forta që më mbushnin brendësinë. Kur filluan kontraksionet, çdo frymëmarrje ishte një sfidë dhe një përpjekje e madhe. Nuk kishte asnjë gjë që të mund ta përshkruante ndjesinë e trupit që punonte bashkë me jetën e re brenda meje. Shpesh ndjeja dhimbje të papërshkrueshme, por çdo lëvizje e vogël e foshnjës më jepte forcë për të vazhduar. Infermierët dhe mjekët ishin pranë meje, duke më qetësuar, duke më mbështetur dhe duke më udhëhequr në çdo hap. Pastaj erdhi momenti i papërsëritshëm, kur dëgjova për herë të parë britmen e foshnjës që sapo kishte lindur. Një gjendje e papërshkrueshme emocionale më mbuloi tërësisht. Nuk ishte vetëm gëzim, ishte një ndjesi e thellë lidhjeje, një dashuri që nuk kishte asnjë krahasim. Mjeku e pastronte foshnjën me kujdes dhe më shpjegonte çdo detaj, ndërsa unë e shikoja me sytë e mbushur me lotë dhe zemër plot mirënjohje. Kur më sollën foshnjën pranë, ndjeva një përzierje emocionesh që më shtiu të çaja pa pushim. I vogli i ngrohtë, me lëkurën e tij të butë dhe sy që sapo po më njihnin, ishte tashmë pjesë e jetës sime. Nuk kishte rëndësi asgjë tjetër përveç këtij momenti të shenjtë. E mbajta në krah dhe ndjeva si çdo frymëmarrje e tij lidhej me mua, një lidhje e çuditshme dhe e mrekullueshme që nuk mund të përshkruaj me fjalë. Pas lindjes, dita dhe nata u përzun në një lloj haze të bukur dhe të çuditshme. Gjithçka kishte ndryshuar, shtëpia, rutina, bisedat, gjumi. Çdo gjë që më kishte shqetësuar më parë, duke e parëndësishme tani. Çdo moment ishte një kujtim i përjetshëm i dashurisë, përgjegjësisë dhe mirënjohjes që ndjeja për këtë jetë të vogël. Gjyshja ime dhe motra më mbështetën gjatë gjithë kohës, duke më ndihmuar të përballoja çdo ndjesi dhe çdo sfidë të vogël. Miqtë mi vinin të vizitonin foshnjën dhe çdo bisedë ishte një kombinim i gëzimit dhe kuriozitetit. Ndërsa shikoja fytyrat e tyre të lumtura, kuptova se jeta ime ishte ndryshuar përfundimisht dhe se çdo gjë që kishte ndodhur deri tani kishte pasur një kuptim të thellë. Ditët e para me foshnjën ishin të lodhshme, por edhe të mbushura me momentet më të bukura që kisha provuar ndonjëherë. Çdo vështrim, çdo prekje dhe çdo tingull i vogël i foshnjës më bënte të ndjeja një dashuri që nuk kishte kufi. Ishte një realitet i ri që më mësonte çdo ditë se çfarë do të thotë të jesh përgjegjëse, të jesh e fortë dhe të duash pa mas. Reflektimet për jetën time filluan të ndryshonin. Çdo shqetësim i vjetër dukeshin i parëndësishëm, çdo problem i mëparshëm duke i vogël. Në vend të tyre, ndjeja mirënjohje për çdo moment që më kishte sjell deri këtu, për çdo person që më kishte mbështetur dhe për çdo frymëmarrje të vogël të foshnjës që më jepte forcë të vazhdoja. Kështu nisi jeta ime e re, një jetë ku çdo ditë ishte një mrekulli, ku çdo frymëmarrje kishte kuptim, dhe ku dashuria dhe përgjegjësia e përjetshme për këtë foshnjë më mbushnin zemrën me emocionet më të forta që kisha përjetuar ndonjëherë. Ditët që pasuan lindjes ishin një mësim i vazhdueshëm i durimit dhe i zhytjes në një botë krejt të re. Çdo tingull i vogël, çdo lëvizje e foshnjës më tërhoqi në një univers të brendshëm, ku çdo gjë tjetër dukej e largët dhe e parëndësishme. Ishte befasuese si çdo detaj i vogël, nga zëri i saj kur çan për një nevojë, tek mënyra si përkulte duart e vogla, krijonte një ndjesi të papërshkrueshme të lidhjes së menjëhershme dhe të pafundme. Në mëngjeset e hershme, ndërsa qyteti ngrihej ngadalë, unë qëndroja ulur pranë dritares, duke e mbajtur foshnjën në krah dhe duke vëzhguar ndriçimin që depërtonte në dhomën tonë. Për herë të parë ndjesha pjesë e një cikli më të madh se vetja, ku çdo gjë kishte rëndësi, frymëmarrja e saj, ngrohtësia e dhomës, aroma e kafes që përhapej në kuzhinë.
Ishte një ndjesi e veçantë, një qetësi e çuditshme e përzierë me një energji të fortë të jetës. Gjyshja ime shpesh vinte herët në mëngjes, duke sjellë përgatitje të vogla për ushqimin dhe këshilla të thjeshta, por të çmuara. Mos nxitohu, çdo gjë ka ritmin e vet, më thoshte ajo, ndërsa më ndihmonte të vendosja foshnjën për të ushqyer. Ajo nuk fliste shumë, por pranë saj ndjeja një siguri që më bënte të kuptoja se çdo gjë po ecte ashtu si duhet. Motra ime ishte një tjetër mbështetje e madhe. Ajo përgatitej për të kaluar orë të tëra duke më ndihmuar të zgjidhja çdo problem që mund të linte. Mësoja nga shikimi i saj si të ndryshoja pozicionin e foshnjës, si të menaxhoja momentet kur ajo ishte e pakënaqur, si të ndjeja ritmin e frymëmarrjes së saj dhe të përdorja këtë njohuri për ta qetësuar. Çdo ditë me të ishte një kurs i ri i përgatitjes dhe i lidhjes emocionale, miq që vinin për vizitë sillnin buzëqeshje dhe ngrohtësi. Ata nuk vinte vetëm për të parë foshnjën, por edhe për të ndarë një pjesë të jetës sime të re me mua. Çdo vizitë ishte një përzierje këshillash të ndryshme, histori personale dhe humor i lehtë që ndihmonte të thyeja monotoninë e natës së pakujdesshme dhe gjumit të shpërndar. Për herë të parë kuptova se komuniteti rreth nesh ka një rëndësi të madhe, përkraja, prezenca dhe shikimi i vëmendshëm shpesh ishin më të çmuara se çdo gjë tjetër. Ditët e para që pasuan lindjes, u dukën si një botë e re, që sapo kishte hapur dyert e saj. Çdo gjë që më rrethonte kishte marrë një kuptim tjetër, tingujt e voglushi që çante ose qeshte, aroma e butë e lëkurës së saj, ritmi i frymëmarrjes, madje edhe heshtja e natës, çdo moment ishte një udhëtim emocional i pafund. Nuk kishte asnjë mënyrë të përshkruaje me fjalë ndjesinë e parë, kur e mora në krah pas lindjes. Ishte një përzierje e pashembull të dashurisë, frikës, gëzimit dhe mirënjohjes absolute. Gjatë ditëve të para, secili moment i saj kërkonte vëmendje të plotë. Kur hante, shikoja sytë e saj të vegjël që më ndiqnin çdo lëvizje. Kur çaniste, ndjeja çdo rrahje të zemrës së saj si një thirrje për të përgjigjur menjëherë. Në ato orë të gjata të natës, ndërsa qyteti ishte i heshtur dhe vetëm ne dy ishim zgjuar, ndjeja një lidhje të menjëhershme dhe të pashoshme këtë jetë të vogël. Nuk ishte vetëm përgjegjësi, ishte një ndjesi e thellë, një lidhje që ndjej si një vazhdim i vetes sime, por edhe diçka krejt e veçantë, jashtë çdo përvoje që kisha pasur më parë. Gjyshja ime dhe motra vazhdonin të më ndihmonin, por tashmë unë fillova të mësoja të bëja gjithçka vetë. Si të ndryshoja foshnjën, si ta mbaja në pozicionin e duhur gjatë ushqimit, si ta qetësoja kur ishte e shqetësuar. Secili veprim, pavarësisht se i vogël, kishte një rëndësi të jashtëzakonshme dhe më bënte të kuptoja se çdo ditë ishte një mundësi për të mësuar dhe për të rritur lidhjen mes nesh. Ndërsa shikoja çdo veprim të saj, ndjeja një respekt të thellë për jetën dhe për mënyrën se si çdo krijesë ka nevojë për kujdes dhe dashuri të pakufi. Një nga momentet më të forta ishte kur për herë të parë e mora jashtë shtëpisë. Ishte një shëtitje e vogël në park, dielli i ngrohtë mbi fytyrë dhe era e lehtë që përhapej në përpem krijonin një ndjesi qetësie dhe bukurie. Foshnja ishte në krahët e mi, duke shikuar botën për herë të parë, dhe unë ndjeja çdo ndryshim në mënyrën se si e shikoja jetën. Nuk ishim më vetëm gjërat e zakonshme të ditës, çdo gjë kishte një kuptim më të thellë, çdo detaj ishte i rëndësishëm. Një degë lëvizur nga era, tingulli i zotëve, edhe një buzëqeshje e kalimtarëve, çdo gjë duke më gjallë, më domethënëse. Në ato ditë, fillova të kuptoja gjithashtu se sa shumë ndryshon jeta një gruaje pas lindjes. Nuk ishte vetëm fizikisht, por edhe emocionalisht dhe shpirtërisht. Çdo ndjesi e re, çdo dhimbje e vogël pas lindjes, çdo lodhje gjatë netëve të pa gjumë, kishte një rëndësi të veçantë. Por në të njëjtën kohë, çdo buzëqeshje e foshnjës, çdo shikim i saj kur më njihte, çdo zë i saj, ishte një shpërblim që nuk mund të krahasohej me asgjë tjetër. Këto momentet e vogla të përditshme krijonin një botë të re të plotë, ku dashuria, durimi dhe përkushtimi bëheshin pjesë e pandashme e çdo dite. Mish vazhdonin të vinin për vizitë, duke sjellë përshëndetje të ngrohta dhe këshilla të ndryshme. Ata ndihmonin të shpërndanin ngarkesën e emocioneve dhe të detyrimeve të reja, por gjithashtu më ndihmonin të kuptoja se nuk isha vetëm. Një vizitë e shkurtër, një buzëqeshje ose një fjalë e thjeshtë ngrohtësie, kishte një efekt të madh mbi shpirtin tim. Ishte një ndihmë e jashtëzakonshme për të përballuar çdo sfidë dhe për të vazhduar të ndihesha e lidhur me botën përreth me një qetësi dhe siguri të re. Çdo ditë më mësonte diçka të re për veten dhe për mënyrën se si do të rritesha si nën. Fillova të vëzhgoja çdo detaj, mënyrën se si ajo ndërvepronte me botën, si i përgjigjej tingujve dhe prekjeve, si ndryshonte sjellja e saj sipas kohës së ditës. Ishte një shkollë e vërtetë e jetës, ku çdo moment kishte diçka për të mësuar dhe ku çdo gabim ishte një mundësi për të kuptuar më shumë. Mësoja të isha e durueshme, të jem e vëmendshme dhe të kuptoja se dashuria nuk është thjesht ndjesi, por një veprim i përhershëm. Një ndjesi e veçantë ishte gjithashtu ndarja e natës me foshnjën.
Kur gjithçka ishte e heshtër dhe qyteti kishte pushuar, unë qëndroja zgjuar duke e mbajtur në krah, duke shikuar të flej, duke dëgjuar frymëmarrjen e saj dhe duke ndier një pashë të paparë. Ishin ato momentet kur ndihesha më e lidhur me jetën se kur më parë. Nuk kishte asnjë gjë tjetër që të mund të krahasohej me atë qetësi dhe atë dashuri absolute, ku çdo shqetësim i mëparshëm duke i parëndësishëm dhe çdo gjë tjetër kishte humbur kuptimin. Në fund të ditës, ndërsa e vendosja foshnjën në krevatin e saj të vogël, ndjeja një përzierje gëzimi, lodhjeje dhe një mirënjohje të thellë. Çdo moment i kaluar me të ishte një mrekulli, dhe çdo ditë ishte një shans i ri për të mësuar diçka për jetën, për dashurinë dhe për forcën e brendshme që nuk e kisha njohur më parë. Ishte një fillim i ri i jetës time, një kapitull që më mësoi se çdo sfidë mund të shndërrohet në një mundësi për të ndërtuar diçka të bukur dhe të përjetshme.